30 marsi është dita ndërkombëtare e mjekëve. Kjo ditë u krijua për të njohur mjekët, punën e tyre dhe kontributet në shoqëri dhe në komunitet. Nikolina Bode është një mjeke psikiatre e cila ushtron profesionin e saj prej 19 vitesh në qytetin e Korçës, ndërsa thekson se vështirësia më e madhe e këtij profesioni është humbja e pacientit. Bode tregon se ky profesion, që e quan edhe mision, ka shumë momente të bukura. Është një profesion që vërtet të merr shumë kohë, energji, ka lodhjet e veta, por kupton që edhe të kthen atë pozitivitetin e suksesit kur ndjen shërim dhe kur ti e ke harruar pacientin, por ai nuk të ka harruar ty. Sot në këtë ditë, Bode ka edhe një mesazh për kolegët e saj, duke theksuar qëllimin kryesor, që është mbrojtja e jetës. Suksesi më i madh duhet jetë rritja e cilësisë së jetës dhe mbrojtja e jetës. Dhe të mbrosh jetën sot është pasuria më e madhe, më shumë se çdo pasuri materiale. Kolegëve të mi u them durim, dëshira dhe pasioni është përderisa gjendesh brenda këtij profesioni, por qëllimi është ai që të jep energjinë dhe të vazhdon që ti të ushtrosh të gjesh forcën për të ecur në këtë profesion. Dita ndërkombëtare e mjekëve është vendosur me iniciativën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Organizatës Humanitare Mjekët pa Kufi.